dita, po ju thonë, po mirë është më ju thonë mirë mëngjesi se do të bëjmë diçka për mëngjes. Diçka shumë shpejt, thjesht, edhe kojshme. Do të bëjmë diçka me një sallam qura apo sallam bibe, një ve, pak kashkavall, pak pana, kryp, biber, edhe në furrë, po jo shumë. Dhe më thonë, fillimisht e kemi një enë që është e durueshme në temperaturë. Gjalpën e lymë me këtë enën e lymë me gjalpë. Që është. Kjo është që sallam pule, pse bibe apo qure, qështu. Njëkohësisht e kemi qitë edhe ujtë pak me blu, se na duhet për furrë. Pak pana. Një grimë apo të ketë pak kryp. Një ve e thejmë që qështu. Komplet. Edhe marëm pak kashkavall. Këto është një sen që bëhet shumë shpejt edhe shumë e lezetshme. Pak. Edhe pak kryp vos. Pak biber jo shumë, që është. Dargon gjojtujt. Praktisht e kemi lëshu furrën në 250 gradë. Qëta nalëm se ka vlu. Këto e qesim në që qështu. Edhe futu në furrë për një minuta, eventualisht 15, varet çfarë temperaturë ka. Nuk di çka të gatuaj sot. Nëse nuk ke ide blije, Magi ide për racion të ri çdo ditë që me garanci ka sukses. Sot përgatisim pasta me mishpule, presim mishin dhe skuqim, për mbajtjen e qesës e përziej me ujë dhe pam për gatim. Te ja shtojmë mishit dhe e ziej. Ne vendosim pastat, shtojmë mishin e pulës në salcë dhe i mbulojmë me kachkavall. I pjekim dhe gati. Tani thuaj diçka. Diçka mahnitshëm e shijshme. Magi idea e re për racione, mahnitshëm të shijshme çdo ditë. Na u bon 10 minuta, e të këshyrim tash. Sa në ka bo që kjo? Shumë bukur.
E nalim që të shpërat. Ja fshina pak shta ujë qëto. Shpes na duhet mo. Me një copë djathë dhe me salam bibe, një gjethe dill edhe një 2 legra buk, 2 het të pjekuna nga furra buka. 70% thekën, 30% grunë. Pak vaj ulliri që ti djathi, pak, veç pak. Po nëse dojmë, i shtojmë edhe vaj ulliri rrethit për me ngjy bukën vaj të ullirit. Po, si kësaj radhës pelojmë që qështo, për me ngjes të knaq edhe ju bof mirë.